Situata ku qytetin spanjoll po bëhet gjithnjë me të synuar për Real Madridin, ndërkohë që në qendër të kritikave mbetet francezi Kylian Mbappé. Pas një sezoni zhgënjyes ku trajneri Xavi Alonso u shkarkua që në janar madrilenët ndodhen në vendin e dytë në La Liga, plot 11 pikë pas Barcelonës. Në këtë klim të nxehtë, Mbappé është vënë në shënjestër të tifozëve pas një udhëtimi në Sardegë me partnerin e tij, aktoren Esther Exposito. Ky pushim erdhi ndërkohë që lojtari ishte në rikuperim nga dëmtimi në kofshë, gjë që ka shkaktuar pakënaqësi të madhe, sidomos pas eliminimit të hershëm në Champions League dhe garës shumë të vështirë për titull. Stafi i lojtarit reagoi përmes një deklarate duke theksuar se kritikat janë të egzageruar dhe se rikuperimi i tij është duke ndjekur rreptësisht nga klubi. Megjithatë, tensionet janë përkeqësuar edhe më tej pas raporteve për një incident në stërvitje, ku Mbappé dyshohet se ka debatuar ashpër me një anëtar të stafit teknik. Ky episod thuhet se ka ndikuar negativisht në atmosferë brenda dhomës të zhveshjes. Rreth 4 milion fansa kanë nënshkruar një peticion duke kërkuar largimin e Mbappé.